Pesë fytyrët e heshtjes të lloj shfaqje që erdhi në teatrin Migjieni me regjitë e Ilir Bokshi, duke rikthyer formatin e veçantë skenik, ku publiku ishte vendosur në gjendje platformë me aktorët, drama rreth historinë një familje që jeton në kontrollin dhe dhunën e Billit, një figurë dominuese që abuzon në bashkëshortin e tij Merin dhe dy vajzat e tyre. Në thelb të saj shfaqet trajton ndikimin e afatgjat të abuzimit, duke treguar se si ai vazhdon të ndikojë jetën e viktimave, edhe kur abuzuesi nuk është fizikisht i pranishëm. Vetë historia e kësaj shfaqje është një ngjarje trisht, është dhuna në familje, është dhuna psikologjike, dhuna seksuale, incesti. Kështu që këtë ngjarje i ndim jo vetëm në Shqipëni, në mentalitetin shqiptar ku fatkeqësisht ka raste, por edhe në përbot. Kështu që ky është një mesazh ku është shumë i fortë se si duhet të jetë marrëdhënia mes babës edhe vajzave aq më tepër. Kështu që kjo është një ngjarje shumë e thellë, shumë psikologjike, por në vetvete ka një filozofi shumë të madhe. Ku marrëdhënia prind-fëmijë duhet të jetë një marrëdhënie shembull për shoqërinë. Sigurisht një ndjen shumë e mirë, është hera e parë që vi me premier në teatrin Migjieni. Sigurisht që ky bashkëpunim do të shilë rrugë të bashkëpunimit edhe për të ardhmen. Është një kënaqësi shumë e madhe me luajtur në këtë teatr, me një traditë, një temë shumë e rëndë. Sigurisht që kërkon edhe përqendrim, edhe forcë, edhe kuraj me marrë me trajtu këtë material. Ka të fuqishëm, po besoj që me regjisor Ilir Bokshi, i cili ka prirë gjithë ekipi, me cilin bashkëpunoj sa vite, sa shfaqje bashkë. E besoj që ja kemi dalë, kemi arrit me kriju një shfaqje e cila i flet shoqënisë shqiptare kudo, i flet shoqënisë kudo, me patriarkatin i cili çdo herë më shumë krijon edhe e merr hapësirën sado që ne besojmë që po vim ditë më të mira për shoqëninë tonë, po i shohim për çdo ditë lajmet, kemi të fundit ato rastin Epstein, kemi edhe shumë skandale të tjera të cilat i shohim për ditë. E po them aq më tepër, fatkeqësia më e madhe është që sa herë që zosh mëngjes ishe lajmet, edhe shë parafështisht rajtë si kjo. Sado që ne përpiqemi të themi që jo jemi shoqëri më demokratike, shoqëri më të hapura, të cilat duket sikur këto ngjarje ndodhin dika jashtë, këto nuk janë raste të izolume, prandaj jam shumë i lumtur që kemi rrimë me zgjedhje material si ky. Është një rol shumë i vështirë, të them të drejtën, duke qenë se trajton tema delikate. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij ansambli dhe sot është prit shumë mirë nga publiku, kështu që i ftoj të gjithë nesër në teatr dhe gjithashtu javën tjetër në datat 27-28 për të parë shfaqjen 5 fytyrat e heshtjes në teatrin Migjieni. 5 fytyrat e heshtjes do të vijë të shfaqet me datën 22 mars në orën 12.